Studi të ndrisi taç prej Riasetit Bashkisë Islamit të Bosnjës është në lidhje me registrimin e gjeneratës cila e kryen shkollën, pra shkollën e mesme për më regjistruar ose në medrese ose në fakultete. Falëndrim takon Zotit të gjitha botrave, i cili e mëson njeriu me pend dhe ja mëson atë që nuk e di. Salavat e selamet qofshin të dërguarin e fundit të Allahut Muhammed alayhis salam, i cili kërkimin e dijes e bëri detyrim për çdo musliman. Vllazë të dashur dhe të respektuar, Zoti i madhruar e ka nderuar njeriu si halifën e tij në tokë, me shumë mirësi dhe begati. Një nga begatit më të mëdha, falë se cilës njeriu mund të realizojë misionin e tij në mënyrë të drejtë dhe me përgjegjësi është dia. Dia e ngren njeriu mbi krijesat tjera dhe mundson atij të mësojë, të kuptojë dhe të fitojë njohuri të reja. Në shumë ajete kuranore theksohet rëndësia e dijes, edhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, veçantia e saj dhe përgjegjësia e njeriu ndaj kësaj begatie. Janë nga gjërat e rralla për të cilat Muhamedi alayhis salam urdhëruar të kërkonte shtim nga Allahu është pikërisht dia. Allahu thot në surën Taha 114 ajet, sura 20 thot: Bismillah wa qul rabbi zidni ilman. Zoti ma shto dijen. Po ashtu Kurani thekson se dia është një nga kriteret sipas të cilave Allahu i vlerëson njerëzit dhe thot: Yerfi Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata për ju që besojnë dhe ata që ju është dhënë dia. Sura Mujadele 58 me numër ajeti 11. Megjithatë dia për të cilën flet Kurani nuk na kupton grubullimin e informacionit pa vetdije dhe pa kuptim. Gjatë historisë njerëzimi është përballur me forma të ndryshme të devimit nga qëllimi i vërtet i dijes, por sot shqetësuese është veçanërisht keqpërdorimi i saj. Në vend që të jetë mjet për ndërtimin e shoqërisë të drejtë dhe për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, disa shpesh vihen në shërbim të pushtetit, dhunës dhe fitimit. Këtë shohim në luftrat bashkëkohore, në katastrofat ekologjike dhe në shfrytëzimin e papërgjegjësishëm të burimeve natyrore. Shkaku i kësaj është largimi nga burimi i vërtet i dijes. Allahu i madhruar prandaj Kurani si themel i çdo njohurie vendos besimin dhe dijen së bashku dhe thot: Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. I dërguari i Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e konsideron të çdo dije si të dobishme. Ai kërkonte mbrojtjen nga dija që nuk sjell dobi, duke treguar se vlera e dijes nuk matet me sasinë e saj, por me frytet dhe shqipimin e Kur'anit të madhëruar. Në këtë mënyrë na tregohet se rruga e njeriut në këtë botë fillon me mësim dhe kërkimin e dijes, ndërsa plotësimi i saj arrihet përmes njohjes së vërtetë, e cila udhëheq njeriu drejt përgjegjësisë, pjekurisë shpirtërore dhe veprimit të drejtë. Kjo dije mbështetur në vetdije për Allahun e madhëruar lartëson njeriu në shkallë më të lartë dhe thot: Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allahu dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç tij. Dhe po ashtu dëshmojnë melekët dhe dietarët, duke qenë të drejtë. Nuk ka zot tjetër përveç tij, të plotësishmit dhe të urtit. Ali Imran ajeti 18. Vllazë të dashur, në ditët kur nxënësit e klasave përfundimtare të shkollave fillore dhe të mesme po përcaktohen për vazhdimin e arsimit të tyre, dëshirojnë të kujtojmë rolin dhe kontributin e Bashkisë Islame në mbështetjen e edukimit dhe arsimit. Krahas organizimit të jetës fetare, janë nga prioritetet kryesore të bashkisë son janë aktivitetet edukative arsimore që zhvillohen në nivele të ndryshme. Përveç mektebeve të cilat përbëjnë themelin e fortë dhe të pazëvendësueshëm të zhvillimit moral dhe shpirtëror të familjeve tanë, një rol të rëndësishëm në këtë proces luajnë edhe medreset, gjimnazet dhe fakultetet që janë themeluar nga Bashkia Islame. Pra edhe në Bosnjë gjithashtu ka, edhe në vendet tjera, pra edhe në Kosovë, që dini 7 medrese dhe një fakultet në duket është në Prishtinë, tash edhe do një tjetër ka. Za shekuje të pranisë musliman në këtë strukturë, medreset kanë qenë simbol dijes, edukimit fetar dhe botëror, si dhe qendra të rëndësishme për zhvillimin intelektual të shoqërisë sonë, fal ambienteve moderne dhe të pajisura mirë për kushtimit të modernisëve dhe punësve të tyre
si dhe rezultateve që arrin nxënësit medreset sot njën si institucione të respektuara arsimore që bashkojnë me sukses vlerat tradicionale me kërkesat e kohës. Përveç përpjekjeve që tu ofruan nxënësve arsimin cilësor në shkencat islame, gjuhë, shkenca natyrore dhe shoqërore, medreset i kushtojnë vëmendje të veçantë edukimit në një kohë kur individualizmi dhe largimi nga vlerat tradicionale po bëhen gjithnjë më të theksuara. Medreset ndër të tjerat edhe përmes jetës në internat zhvillojnë ndjenjen e bashkësisë, solidaritetit, përgjegjësisë dhe respektit ndër sjelljes, duke përgatitur nxënësit që të përballojnë sa më mirë sfidave të jetës. Përveç 8 medrese dhe 2 gjimnaze, Bashkia Islame është themeluar dhe 4 institucione të arsimit të lartë: Fakulteti Studime Islame në Sarajevo, Fakulteti Pedagogjik Islam në Bihaq, Fakulteti Studime Islame në Zenic dhe Fakulteti Studime Islame në Novi Pazar. Vllazë të dashur, brenda Bashkisë Islame veprojnë gjithsej 14 institucione të arsimit të mesëm dhe të lartë. Nëse e krahasojmë këtë numër me periudhën para agresionit ndaj dheut tonë, kur ekzistonin vetëm 2 medrese dhe 1 fakultet, atëherë sukseset dhe rezultatet që po arrihen sot janë treguesi më i mirë i zhvillimit të jashtëzakonshëm të infrastrukturës edukativ-arsimore të Bashkisë Islame dhe i përkushtimit të saj ndaj arsimit dhe edukimit. Megjithatë, për ne është e qartë se medreset dhe fakultetet e Bashkisë Islame janë të lidhura në ngushtë me popullin tonë. Ato janë rritur dhe janë zhvilluar fal vakefit dhe mbështetjes që u kanë dhënë muslimanët, ndërsa nga ana tjetër edukojnë dhe arsimojnë breza që me dijen dhe angazhimin e tyre profesional do të shërbejnë fesë, bashkësisë dhe popullit të tyre. Prandaj ju ftojmë, ju prindër të nderuar, që gjatë marrjes së vendimit për vazhdimin e arsimit të mesëm apo universitetit të fëmijëve tuaj, të njiheni së bashku me ta me mundësitë, përparësitë dhe veçoritë që ofrojnë institucionet e Bashkisë Islame. Duart e të gjitha institucionet tona, nga mektebi deri në fakultet, janë të hapura për të gjithë ata që dëshirojnë të fitojnë dije, fisnikëri dhe edukat në frymën e vlerave islame, në mënyrë që gjatë jetës të jenë antar të dobishëm të shoqërisë dhe të bashkisë së tyre. Lutim Zotin e gjithëmëshirshëm që na mëshirojë ulemat tonë të ndershëm dhe të gjithë mësuesit tanë, ndërsa leve dhe pasardhësve tanë të na ndihmojë dhe të na forcojë në rrugën e besimit, dijes dhe të mirës. Amin ya rabbil alamin.